Nëse je një prind i ri, kjo video është për ty. Sot do flas për ikterin ose verdhëza. Çfarë është ikteri? Nuk është gjë tjetër veç se ngjyrosja e lëkurës së bebit me ngjyrë të verdhë. Ai fillon si fillim në pjesën e bartë të syrit, pra në sy, dhe më pas fillon të përhapet në fytyrë, në qafë, në gjoks, në barkë dhe më pas në anësi. Dhe kur ikën, ai ndodh që ikën nga pjesa e anësive, nga pjesa e barkut, e gjoksit, dhe më pas fytyra e fundit që ikën është pjesa e syrit. Pse ndodh ikteri? Ikteri ndodh për shkak se mëlçia e bebit është ende e papjekur siç duhet për të shpërbërë një pjesë të eritrocitit e cila është bilirubina. Pra duhet ta lidhi bilirubinën dhe ta bëjë të konjuguar në mënyrë që ajo të dalë me anë të urinës dhe jashitjes. Te këta bebe të cilët bëjnë ikter, ajo ngelet e pa konjuguar dhe fillon dhe përhapet në lëkurë, dhe kur arrin vlera të larta fillon dhe përhapet dhe në barrierën në tru, në barrierën hematoencefalike, dhe më pas te këta beba jep përgjumje, që kjo është këmbën shumë e madhe alarmi. Çfarë ju intereson juve? Ju intereson që të jepni bebit sa më shumë gji, pra ta vini sa më shpesh në gji, të vlerësoni nëse është e përgjumur, të vlerësoni se sa pelena lag, të vlerësoni nëse ka apo jo të vjella, kaq janë të rëndësishme. Nëse bebi nuk ka asnjë nga këto, atëherë mos u shqetësoni, ikteri është fiziologjik. Shumë rëndësishme që ikteri të fillojë mbas 24 orëve të para të lindjes. Pra, nëse ndodh 24 orë të para, atëherë është ikter patologjik dhe bëhen ekzaminime. Nëse ndodh pas 24 orëve të dyta, është ikter fiziologjik dhe nuk është problem. Ndodh më së shumti te bebet të cilat ushqehen me gji sesa ato me formulë. Shkaku sepse ndodh ende nuk dihet fiks, por janë më të prirur nënat që ushqejnë me gji. Po kjo s'do të thotë që duhet ndaluar gjirë, në mënyrë absolute që jo, duhet vënë sa më shumë në gji. Çfarë mund të bëni ju? Juve duhet të vlerësoni gjithmonë gjendjen e përgjithshme, a pi bebi, a është i përgjumur dhe a lag mirë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që nëse fillon ndonjë përgjumje, nëse bebi nuk lag mirë, nëse ka të vjella, duhet patjetër kontakt me mjeku. Sa zgjat verdhëza? Verdhëza zakonisht zgjat 2 deri në 3 javë, po ka bebe që mund të zgjasin deri në 8 javë. Nëse bebi shton mirë në peshë, shton mirë në gjatësi, është mirë me zhvillimin, atëherë mos u trëm. Nëse mbas javës së 8 të lindjes bebi ka sërish verdhës, duhen bërë analiza për të vlerësuar disa parametra kryesor në lidhje me funksionin e mëlçisë dhe disa parametra të tjera që duhet shpjegoj normalisht mjeku juaj pediatër. Shumë e rëndësishme të jepni bebi sa më shumë në gji. Nuk ka nevojë që ju ta nxirrni për jashta në thonjza për t'i bërë terapi me diell, sepse terapia kur bebi ka ikter është fototerapi dhe tjetër lloj drite, sesa drita jone e diellit. Ju përshëndes.